Trajneri dhe kapiteni i Vllaznisë është Tafili, e nisët nga Stoli sot. Preferuat të jepi shkritin e kapitenit Gjoklet. Po, ashtu menduam dhe gjatë javë se t'japi minuta më shumë lojtarëve si janë aktivizuar këtë periudhë, duke pas se kemi element mirë edhe do të mi pa nga minuta parë disa lojtarë, ku sot të shfaqen mjaft mirë dhe bëni performancë shumë të mirë. Por me pas se edhe pesja parë, përvoja e kështë shqytuar me Renin dhe edhe rezultati shumë shpejt pas një rivaliteti. Po ashtu e kishim menduar duke pa në them drejtën se kundërshtari nuk ishte më thojza nga më të forti se kemi në kampionat. Menduam të bëjmë rotacion, gjithsesi do të edhe minuta për ekipin titullar sepse nesër javës tjetër po afron edhe do të gjendja fizike tjetë e mirë. Tafili, kënaqur deri me tani me sezonin që keni zhvilluar 5 fitore dhe 1 barazim. Patjetër jam i kënaqur, deri tani në këtë moment jemi në vend parë, ekipi ka bërë nesër mjaft mirë si me Flamurtare, si me Tiranën, ku janë pretendentë kryesor bashkë me ne. Mendoj se jemi në garë deri në fund dhe po bëjmë mjaft mirë. Me i qeta, po me kënaqësi në fush, si kapiten apo në stol si trener? Gac, përderisa po e vazhdoj, akoma jam aktiv, normalisht në fush. Adrenalina e egoja jo nuk na lën patjetër, se t'jemi vetëm start, duhet jemi edhe në fush. Tafili, do ta mbyll Vllaznia me fitore kampionatin në rregullt? Po patjetër, në javën tjetër jemi në shtëpinë tonë, me një kundërshtar mjaft fort si Flamurtari, por djemt këtë periudhë kanë treguar se gjendja jonë është shumë e mirë, fizike, po ashtu edhe taktike. Besoj si kemi bërë lojë mjaft mirë edhe kundër Tiranës, ku kishte edhe tifozëri mjaft. Shpresoj të janë kënaqur edhe të vinë edhe na mbështesin edhe javën tjetër. Për Tafilin, Tirana apo Flamurtari është skuadra më e fortë? Janë të dy skuadra për të vlerësuar, respektu, them me atë kjo është momente, si mund të jetë Flamurtari ose Tirana në atë moment, por ne duhet të vlerësojmë të dy skuadra. Tirana ka më shumë individualizëm, ka lojtarë cilësorë, kurse Flamurtari më shumë bazohet te grupi. Vllazninë ndjekin shpeshherë edhe pjesëtarët e familjeve të sportistëve. Këtë radhë ishte edhe gjyshi juaj duke i ndjekur prej së afërmit dhe morët duart rrugite nga ai edhe për golat që shënuat. Po, patjetër familjen e kam me pjesën se në mbështet, është gjithmonë në shkallat e stadiumit dhe të pallatit, po gjyshi ishte diçka surprizë, të neshit e fundit ka filluar ta ndjeki si sport. I falenderoj si janë pjesë jona gjithmonë edhe na mbështesin. Kjo fitore dhe golat shkojnë edhe për gjyshin, dedikim? Po patjetër.